Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, që është edhe pjesë e koalicionit Vlen, beson se ka ende gjasa reale që koalicioni të vazhdojë së bashku, pasi sipas tij vlera e çdo partie është më e madhe brenda koalicionit se sa jashtë tij. Në lidhje me ultimatumin e dhënë nga ana e zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti që ministri i shëndetësisë Arben Taravari të vendosë nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e koalicionit apo do t'i vazhdojë negociatat me BDI-n, Kasami në intervistën javore për Radio Evropa e Lirë tha se nuk e sheh atë si ultimatum, por bëhet fjalë për parimet të koalicionit dhe kushdo që nuk i respekton ato duhet të dalë. Në rast se Taravari eventualisht vendos që të del nga koalicioni, Kasami vlerëson se humbsi më i madh do të jetë ai. Unë vlerësoj se Vleni pa Taravarin peshon të mos them më shumë, por po aq sa vlente dhe peshonte me të. Megjithatë, faktorët e tjerë janë këtu. Nga ana tjetër, me çdo antar në një familje, në një koalicion, madje edhe në një parti, ka vlerë, sepse dikush do të jetë brenda, por kushdo që del krijon automatikisht mundësi që dikush të hyjë. Unë vlerësoj se humbësi më i madh do të jetë ai del në rastin me koalicionin Vlen. Thënia popullore thot, ai që ndahet nga kopeja e han ujku. Në këtë rast, mendoj se Vleni do të vazhdoj edhe më fuqishëm. Ai ka quajtur të pavërteta pretendimet e Taravarit se qytetarët nuk janë të kënaqur me koalicionin, ndërsa theksoi se mosmarrëveshjet në koalicion nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale. Nuk është kjo arsyeja. Nëse ne i kemi dhënë 5 vende të garantuara deputetësh në lista, ne kemi qenë të gatshëm t'i japim përparësi të njëjtë në pjesën e vendeve në zgjedhjet lokale, qoftë për kryetar komune, qoftë për këshilltar. Por insistimi që të shkohet vetë në lista dhe çfarë mbetet në ato pozicione, për neve shkon në favor të asaj që e themi gjatë gjithë kohës, dhënia e një mundësie tjetër që të kthehet BDI. Sepse megjithatë këto janë zgjedhje lokale. Në zgjedhjet lokale pozicioni politik, përkatësisht vlera e zërit politik janë listat, sepse aty votohet për listën e partisë apo të koalicionit. Në pjesën e kandidatëve, qytetarët më shumë zgjedhin individin. Kujtojmë se javë më parë ministri i shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e Vlenit Arben Taravari kritikoi publikisht pozicionin e koalicionit shqiptar në qeveri. Ai tha se ka mos përputhje, ndërkaq në një deklaratë tjetër ai pohoi se ka kanale komunikimi me BDI-n. Këto deklarata kanë nxitur përplasje publike mes liderëve të Vlenit.